Ka qaste që nuk bëhen me zhurmë, por me peshë. Jo me britma, por me një heshtje që flet më shumë se çdo fjalë. Qasti kur Benita i bën be në kokën e Bellës ishte pikërisht një nga ato momente që nuk harrohen lehtë, sepse nuk lindën nga nevoja për vëmendje, por nga një ndjenjë që kishte kohë që rritej brenda saj. Ajo nuk e planifikoi si skenë. Nuk e mendoi si strategji. Erdhi natyrshëm, si një pikë ku emocionet nuk mund të qëndronin më të mbyllura. Dora mbi kokën e Bellës nuk ishte thjesht një gjest. Ishte simbol. Ishte sikur Benita po i jepte fjalës së saj një peshë morale, një përgjegjësi që nuk merret lehtë. Ty, Klodi, të dua shumë. Kjo fjali nuk u tha për ta bindur dikë tjetër. U tha për ta pranuar veten. Sepse ndonjëherë ta thuash me zë të lartë ndjenjën tënde është mënyra e vetme për ta bërë reale. Në atë të dua shumë kishte më shumë se pasion. Kishte vlerësim, kishte admirim, kishte një lloj qetësie që lind kur dikeshe si të mirë, si të drejtë, si të denjë për ndjenjat e tua, je shumë i mirë. Këto fjalë janë të thjeshta, por të rralla. Sepse i mirë nuk do të thotë i përsosur. Do të thotë i ndershëm. I drejtë në qëllim. I pastër në sjellje. Dhe Benita e sheh këtë te Klodi. Ajo e sheh mënyrën si ai flet, si dëgjon, si nuk e ul tjetrin për t'u ngritur vetë. Dhe kjo, për një zemër që kërkon siguri, është tepër e rëndësishme, por ndjenja e fortë rrallë vjen e vetme. Ajo sjell pas vetes frikë. Dhe Benita nuk e fsheh këtë, bëhem xheloze sa herë që të afrohet Eliona. Këtu ndalet fryma e rrëfimit. Sepse kjo fjali është e sinqertë deri në dhimbje. Nuk është sulm. Nuk është akuzë. Është rrëfim i brendshëm. Është një pranim i hapur i një ndjenje që shumë njerëz e fshehin nga frika se mos duken të dobët, por xhelozia nuk është gjithmonë dobësi. Ndonjëherë është alarm. Është frika e humbjes. Është pasiguria që lind kur diçka ka rëndësi reale për ty. Benita nuk është xheloze sepse nuk beson te Klodi. Ajo është xheloze sepse e do, sepse nuk është indiferente. Sepse mendimi që dikush tjetër mund të zërë vendin e saj e trazon, sepse të dua vetëm për vete. Kjo fjali është ndoshta më e forta nga të gjitha. Sepse këtu nuk flitet më vetëm për ndjenjë, por për dëshirë për përkatësi. Për ekskluzivitet emocional. Për nevojën për të qenë e zgjedhura, jo një opsion mes shumë të tjerëve. Disa do ta quajnë këtë egoizëm. Disa do ta quajnë posesivitet. Por në thelb është një nevojë njerëzore, të dish që vendi yt në zemrën e dikujt është i sigurt. Të ndihesh e pazvendësueshme. Jo për ta kontrolluar tjetrin, por për të mos jetuar me frikën e vazhdueshme të humbjes. Benita nuk kërkon premtime. Nuk kërkon betime nga Klodi. Ajo bën betimin e saj. Dhe kjo është shumë më e fortë. Sepse kur betohesh për ndjenjat e tua, ti merr përsipër edhe pasojat e tyre. Merr përsipër mundësinë për t'u lënduar. Merr përsipër rrezikun. Bella në këtë histori është më shumë se sa një figurë e pranishme. Ajo është dëshmitare. Një simbol i pastërtisë së momentit. Një mënyrë për ta bërë betimin më serioz, më të rëndë, më të vërtetë. Sikur Benita të thoshte, kjo nuk është lojë, kjo është ndjenjë. Klodi, edhe pse nuk flet shumë në këtë moment, është qendra e gjithë kësaj. Ai bëhet pasqyra ku përplasen dashuria, xhelozia, frika dhe dëshira për siguri. Dhe ndoshta kjo është bara më e madhe, të dish që dikush ndjen kaq shumë për ty. Ky moment nuk garanton fund të lumtur. Nuk garanton reciprocitet të barabartë. Por garanton një gjë, sinqeritet. Dhe në një botë ku shumica fshihet pas roleve dhe strategjive, sinqeriteti është akt guximi. Në fund, ky betim mbetet si një nyje emocionale në histori. Një pikë ku ndjenjat nuk u filtruan, nuk u llogaritën, nuk u zbukuruan. U than ashtu siç ishin. Të forta. Të brishta. Të vërteta, sepse ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë të fitojë. Ka nevojë vetëm të pranohet. Mesnata ka një mënyrë të çuditshme për t'i zbuluar njerëzit. Kur zhurmat pushojnë, kur ritmi i ditës bie dhe trupat lodhen, atëherë dalin në pa gjërat që nuk shfaqen në dritë të plotë. Pikërisht në atë orë, Alba rënkonte lehtë. Jo për dramë, jo për vëmendje, por sepse trupi i saj ishte i lodhur, i sëmur, i pambrojtur. Sëmundja është një nga ato gjendje që na kthen në thelb. Na zhvesh nga rolet, nga forca e shtirur, nga qëndrimet. Kur je keq, nuk kërkon fjalë të mëdha. Kërkon prani.
Dhe Limi ishte aty, jo si hero, jo si shpëtimtar, por si njeri, ai ju afrua me atë lloj kujdesi që nuk ka nevojë për zë të lartë. Me gjeste të thjeshta, me një vëmendje që nuk kërkon duartrokitje. Në atë moment, rolet ndryshuan natyrshëm. Ai mori mbi vete një përgjegjësi të vogël, por domethënëse, të qetësonte dikë që nuk ndihej mirë, dhe këtu lind metafora e doktorit, jo doktor në kuptimin profesional, por doktor i asaj lloj shërimi që nuk gjendet në receta. Doktor i ngrohtësisë, i durimit, i humorit që vjen për të thyer ankthin. Sepse ndonjëherë shërimi fillon nga ndjesia se nuk je vetëm. Alba nuk kishte nevojë për fjalime. Kishte nevojë për siguri. Dhe Limi, me atë stilin e tij të lirë, pak ironik, pak të drejtë për drejtë, e gjeti mënyrën ta kthente një moment të vështirë në diçka më të lehtë për t'u përballuar. Një shaka e vogël. Një rol i improvizuar. Doktori që nuk merr veten shumë seriozisht, por e merr seriozisht njeriun përballë, në këtë ese, nuk ka rëndësi çfarë u bë fizikisht. Rëndësi ka çfarë u ndje. Sepse kujdesi i vërtet nuk matet me veprime, por me qëllim. Me faktin që dikush ndalon ritmin e vet për t'ju përshtatur tjetrit. Që dikush zgjedh të qëndrojë edhe kur situata nuk është romantike, as e bukur, as e lehtë, dhe pikërisht këtu lind ironia e bukur e Limit kur thot, jam doktori më i mirë i femrave. Nuk është mburrje klasike. Është ajo lloj humori që fshen një të vërtet më të thjeshtë. Ai di të jetë i pranishëm. Ai di të lexojë situatën. Ai di që ndonjëherë shërimi vjen nga të bërit dikë të ndihet i parë, i dëgjuar, i mbajtur mendërisht. Në shoqërinë tonë flasim shumë për pasionin, për puthjet, për momentet e zjarrta. Por flasim pak për netët kur dikush është keq, kur energjia bie, kur trupi dorëzohet. Pikërisht aty testohet afërsia e vërtetë. Sepse është e lehtë të jesh pranë dikujt kur gjithçka shkon mirë. Është më e vështirë kur dikush rënkon në mesnatë. Kjo mbrëmje nuk ishte për t'u bërë legjend. Ishte për t'u mbajtur mend. Si një nga ato çaste që nuk i sheh kush, por që ndërtojnë diçka reale mes dy njerëzve. Një natë kur rolet u thjeshtuan, njëra ishte e sëmurë. Tjetri ishte aty, dhe ndoshta ky është shërimi më i mirë. Jo ai që e largon dhimbjen menjëherë, por ai që e bën të përballueshme. Ai që të kujton se, edhe në dobësi, nuk je vetëm. Në fund, doktorët më të mirë nuk janë ata që dinë gjithçka. Janë ata që qëndrojnë. Që e kuptojnë se ndonjëherë dashuria nuk ka nevojë për emër. Ka nevojë për prani, dhe ajo mesnatë, me gjithë thjeshtësinë e saj, mbeti si një provë e vogël se kujdesi, kur është i sinqert, shëron më shumë se çdo gjë tjetër. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje. Jo si impuls. Por si përfundim i një vëzhgimi të gjatë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur Limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij. Po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thot se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot Limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim.
Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë, për limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales. Sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve, në atë moment, dhoma ndihet e rëndë. Sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa te Klodi, disa te kushtrimi, disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes, jam këtu për të luajtur ndershëm, apo për t'u fshehur? Jam zgjuar, apo ende në gjumë dimëror, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri. Limi qëndron i qetë, por zëri i tij ka një prerje të ftohtë, të menduar. Nuk është ai tipi që flet për të mbushur heshtjen. Flet kur ka vendosur. Dhe kur vjen momenti i nominimit, ai nuk kërkon efekt të zbrazët. Kërkon drejtësi sipas kodit të tij. Emri i parë që del nga goja e tij është Klodi, jo si hakmarrje. Jo si impuls, por si përfundim i një vëzhgimi të gjallë. Sepse bën shumë lojra të pista. Dhe kjo fjali bie rënd në dhomë. Sepse loja e pistë nuk është thjesht strategji. Është manipulim i heshtur, lëvizje pas shpine, fjalë të mbjella me kujdes për të krijuar dyshim, përçarje, për të nxjerrë tjetrin keq pa u ndotur vetë. Limi nuk e respekton atë lloj loje. Për të, loja duhet të jetë ballë për ballë. E ashpër nëse duhet, por e pastër. Dhe Klodi, sipas tij, e ka kaluar vijën. Jo një herë, por vazhdimisht. Me lëvizje që nuk duken menjëherë, por ndihen me kalimin e kohës. Me një strategji që nuk kërkon të fitojë me karakter, por me dredhi. Kur limi e nominon Klodin, nuk po i drejtohet vetëm atij. Po i drejtohet gjithë shtëpisë. Po thotë se ka një limit edhe për lojën. Se jo çdo gjë justifikohet me fjalën strategji. Sepse kur loja bëhet e pistë, ajo nuk është më lojë, është frikë nga përballja e drejtë, pastaj vjen emri i dytë. Kushtrimi, dhe toni ndryshon. Nuk ka nerv. Ka zhgënjim. Një lloj lodhjeje që ndjen kur shet dikë që është fizikisht aty, por mendërisht diku tjetër. Është në gjumë dimëror, thot limi. Akoma nuk i ka dalë gjumi. Kjo fjali nuk është tallje. Është diagnozë. Sepse gjumi dimëror nuk është pushim. Është mungesë reagimi. Është prani pa ndikim. Është të kalosh ditët pa lënë gjurmë, pa marrë pozicion, pa u përfshirë realisht në lojë, në debat, në jetë. Për limin, kjo është po aq problem sa loja e pisë. Sepse në një shtëpi ku gjithçka është ekspozuar, ku çdo ditë është një provë karakteri, apatia është një zgjedhje. Dhe zgjedhja për të mos bërë asgjë është ende një zgjedhje. Kushtrimi nuk ka krijuar konflikt, por as kuptim. Nuk ka trazuar ujërat, por as nuk ka notuar. Është lënë të bartet nga rrjedha, duke shpresuar se do të kaloj pa u vënë re. Por në një lojë të tillë, të qenit i padukshëm nuk është virtyt. Është humbje e mundësisë, dy nominime. Dy arsye të ndryshme. Por një mesazh i vetëm, limi nuk po kërkon shenjtërinë. Nuk po kërkon njerëz perfekt. Po kërkon autenticitet. Ose luaj fort dhe pastër. Ose zgjoju dhe bëhu pjesë e reales.
sepse manipulimi i fshehtë dhe pasiviteti i rehatshëm janë dy anë të së njëjtës frikë, frika për të qenë vetvetja para të gjithëve. Në atë moment, dhoma ndihet e rëndë, sepse secili e gjen pak veten në këto fjalë. Disa tek lodi, disa tek ushtrimi, disa në mes. Sepse është më e lehtë të luash prapa perdeve ose të fshihesh pas heshtjes, sesa të dalësh hapur dhe të marrësh përgjegjësi për atë që je. Limi nuk e ngre zërin. Nuk ka nevojë. Fjalët e tij bëjnë punën e vet, sepse kur dikush flet nga bindja, jo nga frika, nuk ka nevojë për dramë. Ky nominim nuk është fundi i një konflikti. Është fillimi i një pasqyre. Një pasqyrë ku secili duhet të shohë veten dhe të pyes: jam këtu për të luajtur ndershëm apo për t'u fshehur? Jam zgjuar apo ende në gjumë dimëror? Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse fjalët e limit qëndrojnë gjatë në ajër edhe pasi nominimi mbaron. Sepse ato nuk janë thjesht emra të thirrur. Janë qëndrime. Janë kufi. Janë një kujtesë se në këtë lojë, më shumë se strategjia, peshon karakteri.